edhe nga Alianca Veriatlantike, shumë shpejt do të ndodhte pak vite, asnjë dekade plot pas leximit të deklaratës të bombardohej kështu Serbia, siç e the edhe të tentuaj të zvogloja e Serbia e madhe që e kanë pas në plan dhe të vinte edhe pavarësia e Kosovës. Shqoni, disa lëvizje demokratike filluan në Evropën lindore, pak kështu në përgjithësi, që kishim parabindje se ato do të vinë edhe në trojet e Jugosllavisë. Filluan pastaj edhe slovenët edhe kroatë organizimin e tyre. Ishëm në zero, se thuhet në kuptimin e organizimit edhe ushtarak, se ishte ajo mbrojtja territoriale, popullore, që kishte një armatim, të gjithë i mbledhen njësi tjera, me përjashtim ndoshta një pjesë Kroacisë dhe Slovenisë, murën i koncentru në Serbi, dhe kishte pak mundësi për përgatitje në atë kohë. Shqipëria ishte ende e mbyllur, që ishte vështirë ne pritshëm atje të cilët kufinin, sepse ishëm ato biseda. Por, sinqerisht, se harrej edhe është e pa drejt, një personalitet me peshë dhe që e qunë të vetën si kryetari fundit i Jugosllavisë, ka qenë Stipe Mesići, ai në ka pranu. Edhe në Zagreb, pasandej, me një pjesë të udhëheqjes ative, në ka përkra edhe në propozime tona, mendoj aktet që këshëm nëzirë, mirë po edhe Slovenët kanë qenë, sepse ato ishin që lufta një në zonë atje kur filloj smari Sloveni, e një pjesë Kroaci, pastaj veç zbretër këtu Kosovë. Zotër Shaboni, pas 35 viteve, është mbajtur gjallë fryma e dy korrikut, e 114 deputetve. Po e shohim sot që djem fakti kemi pas seancën e 40 e dështuar për sëri. Është gjallë kjo frymë? Është gjallë kjo bashkëpunim me shqiptarëve? Është interesant, ne sikur nuk mësohem nga historia. E jonë. Se jo, e huj, shva njëzit të në marrë, historit huj, mësime që është pozitive, e ne në historinë tonë pakës si me njanojmë. Mos po thëmë këta që jam vetë pjesëmarrës kësaj, por në përgjithësi, këto duhet me ba një kolorit të gjitha gjarjet që kanë ndodhur historike me i bashku dhe me qenë pjesë e aktivitetit tonë për liri e pavarësi, e jo të filloj se Shlirimi i Kosovës nuk fillon me dy korrik. Kanë qenë edhe prinditan, edhe gjyshitan që këto troje kanë qëndruar dhe nuk e kanë shrujt në format veta, në mënyrat veta, aktivitetin për liri e popullit të vetë. E kjo ka vazhdu edhe ma vonë. Po të të ne, sikur të vijet në një institucion, me ndohet që prej aty po fillojnë gjonat. Që një pjesë e madhe, ndoshta s'kanë qenë të lindun me dy korrik. S'kanë qenë të lindun fare, e tash duhet ta mësojmë historinë e vetë, jo për që me madhështu ato, sepse mësohet për histori, se në qofë se se mësojmë të nga historia, aja me shkelë për sëri, mbyt krejt. Po, të mbyt krejt. E si duket mendohet, që pak harrohet të gjona. Jenë harrohet dhe akteret e tash kanë vdekë, javën e kalum 2 vdekën. Nazmi Kelmendi. Nazmi Kelmendi, një veprimtar i devotshëm, Masanena një maj vjetër ka qenë i Suarekës, i merë Gashi, ishëm barem që të dyve, se veç rreth 50 kanë ndru jetë. Kanë ndru jetë. Përëndaj, është mirë me mbajt mend edhe ato figura dhe kontributin e tyne rrethonën e kohës. Jo vetëm për t'i kujtuar, por edhe për të konstituar të paktën një kuvend, ndoshta për hir të 114 deputetve? Për para ditë kanë thirrë kuvend. Kanë bajt mbledhjet përbashkëta me ose pranim. Sot kemi një pranim të presidentja, por është edhe kryetari kuvend të tjerë, jo se s'na bon më të madh që këtë që jam. Jam veç maj vjetër. Ose s'po i konkurrojmë për vende. Si duket edhe muhabit aty, por Kadri Veseli ka qitet deklaratën e dy korrikët në hymi atje, kur është kjo deklarata tjetër në 17 shkurtit, që një vendi ka thonë peshën kuptimin historik. Por pozitën materiale, ne kem pas delegat që kanë mbet me 100 euro, sa është ajo minimale, që është s'kanë mujtë me arritë mendoj pensionin, s'kanë pas përvoj punë sa duhet, edhe
që ato i kanë pas mbijetesë. Njeriu që kur i ka po me shkopi ndorë një pjesë, kur i ka po veshin e tyne, po thirë Kadri Veseli ishte kryetar kuvend, thëtë Muharrem kryetarën, thëtë që ta kanë rroga. A kanë rroga? A kanë rroga diçka, tash. Ska thash që to, tash që kanë mërë 100 herë, një pjesë e madhe, pjesë e me madhe, shko nështë për barna, për bjekime, për qështë tjera. Ja i pat vendos, thirja të sekretarit të të me shiqu edhe dykun një shumë rrët 200-220 euro me jo dhoni për kraje, se jo diçka tjetër ato. Qaj është që... E gëzoni edhe sot atë për kraje? Po e kemi ato, pik pyet ja me vazhdua, mos me vazhdua, gjitha ato, po si tjetë edhe si tjetë 200 euro, sot në një, le të shkojnë ma shpejt, së është problem. Çfarë mesazhe do të jep në gjeneratës të reje të këtij vendi? Që shumica ndoshta po e themi nuk e din dhe historinë mirë, po edhe nëse e ka mësuar një pjesë të historisë, ndoshta nuk e ka mësuar ashtu siç duhet. Po e shohim që nga ky vend të rit, po edhe jo vetëm të rit, po edhe një pjesë e njerëzit pjekun që janë moshën më të mirë të punës, po e lëshojnë këtë vend. Po ikun nga këto troje. Kanë qëndruar, kemë qëndruar në rrethona shumë më të vështira, shumë më të rënda. Unë apeloj që mos iket nga ky vend, sidomos kuadrat e shkolluara. Unë e di që tash për tash nuk kanë perspektive, nuk kanë punë, nuk kanë zgjidhje, sepse punësimi dihet si po shkon, dihet si po bëhet, me klientelë partijake, me përkrahje partijake.